është 89 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Majoranca socialiste ka votuar kundër kërkesës së Partisë Demokratike për shkarkimin e Niko Peleshit si kryetari i kuvendit. Opozita kërkoi shkarkimin për 5 shkelje të rënda të rregullores, përfshirë ndryshimin e kushtetutës së kuvendit, si dhe mos realizimin i debatit parlamentar për programin qeverisës Rama 4. Zoti Peleshi në këtë muaj e gjysëm në këtë funksion nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare, por zgjatimi i vullnetit kryeministrit. Ai ka legjitimuar një praktikë të rrezikshme për jashtimin e opozitës nga debati parlamentar. Nga kërkesa për shkarkim dhe nga qëndrimi ynë në Këshillin e Legjislacionit, rezulton se kryetari ka shkelur solemnitetin e seancës ku prezantohet programi qeveritar. Ka mohuar të drejtën e opozitës për të përfaqësuar interesin qytetar. Ka lejuar që kuvendit të drejtohet me urdhra verbal nga kryeministri duke humbur pavarësinë institucionale. Ka përdosur parlamentarizmin duke kthyer kuvendin në një teatër kukullash. Në emër të grupit parlamentar socialist Damian Gjiknuri mori përsipër justifikimin e votimit të qeverisë dhe programit pa debat, ndërsa Niko Peleshi akuzoi opozitën për gjuhë denigruese ndaj tij. Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, ka bërë maksimumin e tij kur kaosi mbi zotron mbi rendin, ka bërë të mundur që ai i detyruar të ndërpres seancën, por nuk dikton dhe nuk mëshiron apo nuk i atribuohet asnjë shkelje e karakterit kushtetues dhe zbatimin e rregullit të kësaj sallë. Problemi nuk jam unë. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste. Rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masat disiplinore. Në fund të diskutimit, me forcën e kartonit, deputetët e majorancës socialiste votuan rrëzimin e kërkesës për shkarkim me 79 vota kundër, 10 pro dhe asnjë abstenim.